Një kërkesë e papritur ka tronditur botrorin. Turqia ka kërkuar zyrtarisht përsëritjen e ndeshjes ndaj Paraguayit. Kjo për shkak të një incidenti në minutën e 45, kur lojtari paraguajan Matias Galarza mori orën e gjyqtarit pasi ajo i ra në tokë dhe e vendosi në dorën e tij. Më pasaj dyshohet se ja ka kthyer orën gjyqtarit, por ky moment nuk shihet qartë në pamje televizive. Turqia pretendon se gjyqtari humbi kontrollin e situatës dhe se lojtari duhet të ndëshkojë me karton të kuq pasi kishte tashmë një të verdhë. Megjithatë, FIFA e refuzoi kërkesën për përsëritje, duke thënë se nuk ka prova që gjyqtari është penguar në menaxhimin e ndeshjes. Sipas vendimit, faktori vendimtar ishte se gjyqtari kishte edhe një orë rezervë që sipas FIFA-s e bën të pavlefshme pretendimin e Turqisë. Edhe pse FIFA pranoi se rasti është i çuditshëm dhe argumentet e Turqisë kishin një bazë, vendimi përfundimtar mbetet i prerë. Ndeshja nuk përsëritet, por pyetja që po ngrihet tani është: a ishte ky thjesht një incident i rastësishëm apo një moment që mund të kishte ndryshuar fatin e Turqisë në botror? Mendimin tuaj na tregoni në hapësirën për komente.